Di që ju çdo ditë keni pacient me natyra të problematikave të ngjashme dhe përgjigjet gjithmonë i keni aty, por ne kemi një hall gjithmonë. A e shkaktojmë ne këtë problematikën e gurëve në veshka? Sepse e dashta me nis me këtë pyetje, se shpesh njihemi fajtor edhe për stilin e jetës që bëjmë. Tani, stili jetës mundet me pas një efekt ndoshta më të vogël, minimal sa i përket formimit të gurëve. Është gjenetika. Ma shumë është gjenetika, ma shumë janë anomalit e traktit përcjellës, do me thonë që janë ureter dhe kanalet përcjellëse që e bortin urinën prej veshkave drejt e fshika poshtë, që mundet mu konsideru si shkaktar ma të mlaj sa i përket formimit të gurëve në traktin urinar, ndërsa stili jetës ndoshta ushqimi, pirja e kafes në sasi ma të mëdhaja, mungesa e marrjes së langjeve, ujit, posaçërisht dikush që pen ujë ma pak, ndoshta munden me kon faktor ma predispozues, po ndoshta jo ashtu ato faktorë të mëdhaj që çojnë në formim të gurëve, ma shumë tani, nëse morëm formimi i gurëve ka teori që na sugjerojnë se pse po mundet me ardhi të formimi i gurit tek një pacient, po nuk ka kështu rregull ose ligj të saktë që me thonë kjo është shkaktari kryesor edhe evitoj ke shkaktar ti nuk do të kesh më gurë. Prandaj si teori mbeten në nivel të supozimeve, të dyshimeve që pse ka ardhi të formimi i gurit. Në këtë rast për shembull mundemi me marr çush edhe e përmenda anomalitë të traktit përcjellës, ku urina ka mu përcjell më ngadalë për poshtë drejt e fshika urinare, këtë aspekt ato kristale që veshkat tona i eliminojnë përmes urinës, mujnë mu precipitu, mu agregu dhe më shumë formim të gurëve, mandina mundet me konë për shembull nëse sasia e ujit që ne konsumojmë gjatë ditës është ma e vogël, urina do t'jetë ma e koncentruar ose ma e mbi ngopur rrjedhimisht me qito kristale, edhe e këson mundësia pasaj me çunë në formim të gurëve. Pra, ka teori, ka supozime, po nuk ka kështu rregull strikt që me thonë për këtë arsye. Që është identifiku një shkaktar kryesor. Sakt, që është identifiku dhe një shkaktar që për këtë arsye po formojnë gurët. Po, kjo nga që të pyeta sepse prek gjitha gjini, edhe gjitha moshat, edhe burrat, edhe gratë, edhe fëmijët, edhe plesht. Prej moshave ma të vogla dhe moshat ma të shtyra është që prekin gurët kryesisht mbetet faktori gjenetik, kur veshka vetë është ashtu prodhuese e gurëve nëse mund ta quajmë në këtë mënyrë, po nuk kemi shkaktar të saktë. Sepse ka raste kur dikush pinuj ma pak, po s'ka guri. Ka raste kur dikush pinuj shumë, po ka guri. Domethënë nuk kemi një shkaktar.